Rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt, jemi duke komentuar numërimin e votave të zgjedhjeve të 11 majit. Një rezultat i cili ora orës është duke i kristalizuar. Po bëjmë një përditësim të fundit, janë numëruar 3.908 kuti votimi nga 5.225 gjithsej në gjithë Shqipërinë. Kryeson Partia Socialiste me 52.5%, që merr 82 mandate, me këto kuti që janë numëruar deri tani, dhe nga 74 mandate që kishte në 2001. Dhe ka një rritje në përqindje me 3.63% krahasuar me 4 vjet më parë. Partia Demokratike bashkë me koalicionin e saj ka një rënje drastike me minus 12.4% dhe zbret në 52 mandate nga 63 që kishte 4 vjet më parë. Kemi një mandat që e merr Nisma Shqipëria Bëhet, PSD-ja merr 3 mandate, Mundësia merr 1, Lëvizja Bashk merr 1. Ndërkohë të shikojmë qarqet që janë më interesante. Pak më parë qarku më interesant ishte qarku i Dibrës, ku vetëm për një grush votash diskutoi mandati i 7 mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, ku rezultati është herë 4-3 në favor të Partisë Socialiste, herë 3-2. 4-3 në qarkun e Lezhës. Lezhës, ndjes. E shikojmë përdecimin më të fundit dhe kemi një shkëputje në fakt të Partisë Demokratike me 24.1% nga 23% që ka Partia Socialiste. Dhe shikojmë janë numëruar 165 kuti votimi nga 226 gjithsej, dhe të shikojmë doon sa vota i duen Partisë Socialiste për të përmbysur këtë rezultat. I duhen 526. Diferenca është thelluar sepse vetëm 2 orë më parë kjo diferencë ishte me 29 vota. Është larguar zoti Ali Mehmeti, ndërkohë në studio na është bashkuar kolegu Arbër Hitaj. Arbër, mirëmbrëma, kënaqësi që të kam. Një koment të parë për këtë rezultat. E nisim nga Tirana. E nisim nga qarku i Tiranës, ku kemi, ndoshta është i vetmi qark që Partia Socialiste ka deri tani një rënje me 0.77%, por ndërkohë këto jemi në shifra në përqindje, ndërkohë në numër mandatesh nga 18 mandate që kishen 2001, shkon në 2005, pra në 11 maj, në 19 mandate. Kemi Partinë Demokratike 4 mandate, Mundësia me 1, PSD-ja me 1, Nisma Shqipëria Bëhet me 1, Lëvizja Bashk me 1, Basha 1.8, vetëm 1.8, asnjë mandat, e kështu me radhë, dhe të shikojmë a mund të ketë një ndryshim dhe mandatesh dhe çfarë mund ta ndryshojë. Shikojmë doon që Partia Socialiste i duhet për të marrë mandatin e 20 i duhen 5.343 vota, ndërsa për të zbritur në mandatin e 18 mundet nëse doon në kutit që kanë ngelur të zbres me 2.183. Duket Partia Demokratike disi e fiksuar në 14 mandate, por për të humbur mandatin e 14, mjaftojnë 559 vota, ndërka një shifër interesante është që Mundësia e Agron Shehajt, në qoftë se merr 79 mandate më shumë në kutit që kanë ngelur pa numëruar, kalon në 2 mandate. Kujt ja merr këto mandate, Arbër? Qartazi, duke parë edhe shifrat, 79 vota i duen mundësisë së zotit Shehaj, ja merr Partisë Demokratike, sepse sistemi kështu funksionon, sepse ka numri më të ullët të
të votave që mund të humbasi dhe humbet mandatin. Pra Partia Demokratike nëse humbet 559 vota, automatikisht mandati i saj shkon nga 14 shkon në 13 mandate dhe i shkon mundësisë. Ndërsa po të shkosh pak në poshtë Baba Ramo, kemi Nismën Shqipëria B dhe Arlin Qori, të cilët mund t'i marrin një mandat Partisë Socialiste. Sepse automatikisht nëse ikën një mandat Partisë Demokratike, atëherë po do në lëvizjes bashkë duhen 614 vota. 14 vota. Dhe ato mandat, nëse ja merr gjithmonë, pra sepse kemi ende 400 ca kuti votimi. Jo, ajo humbet mandatin nëse do në po, ajo është pra lëvizja bashkë. E kam të Zoti Basha, tek koalicioni Euroatlantik me 2000 vota. Pra 1900. Euroatlantik rrezikon Partinë Socialiste, nëse do të ketë rritje eksponenciale, rrezikon që mund t'i marri mandatin Partisë Socialiste. Kjo është shifre frikshme më. Në 3/4 jo, probabiliteti flas. Në 3/4 e qendrave të votimit që janë numëruar, në 807 qendra votimi, kuti që janë numëruar, vetëm sa ka marrë Basha këtu 1900 apo i duhen 1900? Ka që duhen që të marri mandat. Që të marri mandatin. Të shikojmë sa ka marrë në total. Në total ka marrë në qarkun e Tiranës, i vetëm i vend ku ka marrë, i ka marrë 4.800 vota. Pra, po të shikosh mund të bashkohet me Nismën me Lëvizjen Bashkë. Pra, mund të shkoj një parafrim dhe ja merr patjetër që ja merr Partia Socialiste nëse gjithmonë. Pra, është një probabilitet, por gjithsesi është një probabilitet. Mentor, si shpjegon këtë rezultat të njeriu donë që një ambasador amerikan e quajti ylli në ngjitje i politikës shqiptare, që Delfini pasuesi i Sali Berishës, kryeministrin i hije për në 10 vjet rreshta, 12 vjet, domethënë që mendoi se do ishte e ardhmja e politikës shqiptare. Dhe do në përfundon në këto shifra, do në as partia 6 e 7 i bie me këto. Problemi i gjë tash. Basha bën pjesë tek politikanët që e mbylli ciklin e tij, për fat keq e mbylli në opozit, drejtoi për 3 procese zgjedhore partinë më të rëndësishme të opozitës, nuk shkoi më tej se sa shumë afër pushtetit në 2021, edhe pse kishte suportin amerikan, por me sa duket Rama kishte më të fuqishëm, megjithatë përtej suporteve besoj që shikojmë sa ka marrë se e pam në Tiranë 4800, po ta shikojmë në rang vendi. Këto zgjedhje bën një pastrim të politikës. Në rang vendi vetëm 13.000 vota kur janë numëruar gati 80%. Shiko, nuk mund të kishte rezultat e para sepse Basha vet nuk është me emrin e tij kryetari i asaj partie. Ata as parti nuk blen një parti në gjykat, që e kishte themeluar Ngjela para 20 vitesh dhe pas e kishte ndruar 4-5 herë pronar, sa për të patur letrat në rregull, as ata vetë nuk e kishin seriozisht. Thjesht për të mos mbetur jashtë angazhimit, u përfshin, po besoj që këto zgjedhje vën një vizë aty. 3-4 nga ato partit bashkë me Partinë e Lirisë mbarojnë ciklin në këto zgjedhje dhe 3 partit të reja nga këto që janë futur, Nisma, Mundësia dhe Bashkë, janë ato që besojmë. Do gjerë një lexim të paraprak të rezultatit të zgjedhjeve? Si e shikon? Ishte i pritshëm? Po, por me përjashtim të memorandumit të Kuçit, gjithë sondazhet e jepnin shumë më pak. Ka patur edhe një sondazh që e ka nxjerr identik sa ç'është, është sondazhi i sondazhistit të Trumpit. Po. Por të gjitha sondazhet, edhe sondazhi i Report TV-s ka qenë shumë korrekt
në kuptimin e marzhit, kështu që është shumë i përafërt. Problemi është mos fluturosh, po jo ti jesh pak më poshtë. Kështu që në këtë kuptim nuk dështuan, fituan sondazhet, ndryshe nga shprite. Për mua zhgënjim janë të gjitha partitë e reja, absolutisht. Domethënë, ndoshta dhe ne nga dashamirësia i kemi inkurajuar më shumë se ç'duhet dhe kemi fryrë një tullumbace të paqen. Ju kemi dhënë pritshmëri më të mëdha se sa ju mbanin shpatullat. Po pikërisht pra, ne kemi bërë nga dashamirësia, sepse janë djem dhe djem kryesisht, se vajza vetëm Elena është aty. Po ndoshta jetë duke folur vetëm për veten, se mund të ketë të tjerë që i kanë demonizuar, duke përfshirë dhe Ramën dhe Berishën. Ata i kanë bërë nderin më të madh, sepse ata i kanë faktorizuar, i kanë marrë seriozisht, patjetër. Ata që i kanë sulmuar, i kanë bërë nder më të madh se ne që i kemi trajtuar mirë. Sepse ata i kanë faktorizuar duke ngritur nivelin e tyre, duke i parë si rrezik. Dhe njerëzit kanë thënë reprit. Për ta bërë pak diskutim. Unë nuk është se jam kundër me tezën tënde, por dua ta kundërshtoj pak. Patjetër. Për të zgjuar dhe pak nga gjumi se jemi vonë. Ka perspektiva sa të duash. Duhet të jemi realist, sepse unë gjithë të ditë kam bërë një analizë edhe me kolegë, po dhe vetë, ato kanë qenë parti kryetari. Pra, duhet të jemi realist. Erlin Qori vërtet kishte një retorik të mirë, dilte mirë në opinion publik, në debatet e tjerë, flet mirë, por është one man show. Redi Muçi, pavarësisht, edhe Redi Muçi një djalë shumë i mirë, djalë pozitiv, pra i përgatitur, por nuk ka rriti do të ishte në staturën e Erlin Qorit, mendoj unë. Pavarësisht ai del deputet. Pavarësisht ai del deputet. Ai del. Ndërsa këtë gjë kam thënë dhe zotit Shabani, fuzioni që ai ka patur me zotin Lapaj, e ka zbeur pak rolin e tij, imazhin e tij, sepse kemi të bëjmë me dy antipode, me dy të kundërt. Nëse kishim Adriatik Lapajn, i cili është një politikan i ri që ka një lloj, jo vetëm karizme, po ka një lloj edhe është dhe pak demagog, populist, ditë përplasi duart, është populist. Shabani ishte kundër. Është njëri i tribunit, pra lëret flasë dhe flet. Shabani ka një qasje që i flet shumë elektoratit gri, është i qetë, është me argumenta, dhe shkrirja që u bërë mes të dyve e zbeu rolin, mendoj unë, të Shabani dhe qartazi duket, megjithatë do duket edhe tek vota preferenciale se mund të jetë Shabani mbi Lapajn, vetëm për të parë atje. Nëse atë mundësia, unë mendoj që mundësia Baba Rama, do të jem i sinqert, ka ngrënë totalisht djathtas. Dhe besoj që në rastin konkret... Paka shumë të gjithë djathtas kanë ngrënë. Se Partia Socialiste, ato kuota që ka pasur, ato kuota ka mbajtur, madje i ka shtuar. Në rang vëndi ja ta shikojmë. Janë në rang vëndi ta shikojmë. Nuk mendoj që ka shtesë, sepse është mandat... Në gjithë Shqipërinë ka 3.63. Në Tiranë ka një rënje vetëm me... 0 pak %. 0,77. Jo, po mos harroni një gjë. Tani ka shkuar 0,79%. Kemi një mandat plus që Tiranës i ka ardhur nga Korça. Po. Pra jemi, nëse marrim të njëjtën periudhë kohe, pra e marrim që ka patur 37 mandate në periudhën e 2021-shit me periudhën tani, pra pse është në 18-ën? Thjesht ai mandati i shtuar për shkak se ka një shtim të deputetëve në qark. Edhe fragmentarizimi nga ana tjetër. Deri në këto momente, patjetër. E ka favorizuar dhe pjesa tjetër. Po jo, Arbre, diku e kisha unë. Dërsa te zoti Shej, dua ta them me këtë. Unë besoj që zoti Shej ka përfituar shumë nga elektorati i Partisë Demokratike, madje gryerjen që e ka bërë më të madhe e ka bërë zoti Shej, sepse ka patur akuza ndaj tij që ka marrë database-in e Partisë Demokratike dhe ai ka punuar kryesisht me takimet me pjesën më të madhe që ka qenë mbështetës dhe që janë ende. Çfarë është database? Nuk është patenta done e prodhimit të penicilinës dhe podel dhe është kontakti ku jetojnë, pra patronazhimi që bën Partia Socialiste e ka dhe Partia Demokratike. Tani se nuk është antarësia, nuk janë narka më arbër, nuk janë narka me domate që i fut te frigoriferi Drenovës dhe don ti merr arkën dhe janë njerëz të lirë më vonë. Ai e ka përdorur këtë për aty ku ka qenë të lëkundur, ka vajtur i ka kapur. Është një lehtësisë, kërkon punë kolosale të ta bësh në terren këtë lloj databaze telefonit, adresën, është më lehtë për të fushat. Jo, unë kisha në lidhje me pritshmëritë që ata kishin ngritur.
Me intervistat, ne kemi qenë bashkë këtu me Lapajn, me Shabanin, pritshmëritë e kështu me radhë. Kemi dhënë hapësirën më maksimale, gjithë partive të reja. Patjetër, dhe ata ishin të bindur tek shumë me këmbë në tokë Shabani, shumë me këmbë tokë, por nuk fluturon tek një grup parlamentar, por thoshte pretendojmë 2-3 mandate etj. Me radhë. Pra, unë kam përshtypjen se ajo që i ka gënjur ata dhe ata pastaj na kanë gënjur neve, janë lajkët në Facebook. Pra, dhe përgjithshmëria në sondazhe. Përgjithshmëria. Kjo pjesë është ngatruar pak. Pra përgjithshmëria nuk do të thotë të jap votën. Përgjithshmëria mund të jetë ndaj kujdo, mund të jetë ndaj një sportisti po ta vësh sondazhe. Dhe kam përshtypjen këtu ka qenë gabimi ose kurthi që ata kanë rënë dhe e kanë besuar. Por në thelb unë mendoj që nuk është kjo. Mendoj që këto janë parti me 1 ose me 2 individ. Nuk mundet që ti të fitosh zgjedhjet ose të jesh faktor, të jesh kingmaker me 2 ose me 3 individ. Sepse flasim për 12 qarqe, flasim për qarqe të mëdha siç është Pieri. Pastaj zgënjimet, pra pritshmëritë tona nuk janë. Zgënjimet tjera pastaj janë deri tani Basha, që ka disa element shumë të mirë në Tiranë, me peshë, njësia 8, njësia 4, ka struktura dhe rezulton që ka dështuar me sukses, një lloj si është një super zhgënjim, Zoti Dashehi dhe Ali Bej. Po me këtë trend do nuk shkon më shumë se 15.000 vota në gjithë Shqipërinë. Janë dramatikisht, do më thënë, Chelsea në det, nesër, shkojnë të gjykata, të bëjnë shkrirjen atë tërheqjen e letrave, se kjo është muhabet kot. Është komplet, nuk e di, vetëm paguajnë qiran kot. Pastaj, lajmi tjetër që unë shoh aty është që në 2021 Partia Demokratike kishte 14 mandate, Partia Socialiste 18, një Doshi dhe kusturin LSI-ja. Ajo që më rezulton mua tani është që TPD-ja, pra të ASHM-ja, LSI-ja është inkorporuar brenda dhe nuk ekziston më. Po. Dhe unë mendoj se... Ja ku i ke do në të dyja bashkë në 2021 kanë marrë 17 mandate. Po, unë mendoj se aty tek 14-a është vetëm Partia Demokratike e Shqipërisë. Domethënë, LSI-ja aty mund të ketë një mandat të saj, sepse po të mbledhësh votat e këtyre të djathtëve poshtë, nuk i heqin më shumë se një mandat doktorit. Them që Regjia, ju lutem lidhni me zotin Spaju. Pjesa e LSI-s do duket e vota metës, nëse ata nuk marrin dot 10 vota. E kemi zotin Spaju në linjë, Regjia? Po, Ilir. Po, mirëmbrëma. Po, Ilir. Mirëmbrëma, Ilir. Ju lutem, Regjia do ma inkuadroni në ekran zotin Spaju. Kreshnik, si e komenton këtë rezultat të partive të vogla dhe të Lulzim Bashës? Jo, unë personalisht e konsideroj moment historik dhe shumë të suksesshëm për partitë e vogla. Sigurisht që pritshmëria ka qenë shumë e lartë, por edhe mundësitë dhe realiteti shqiptar kanë qenë një pengesë për të thyer një barierë të jashtëzakonshme. Unë mendoj që ajo çfarë, nëse ka një notë pozitive në këto zgjedhje, janë 4 partitë e reja që janë Nisma Thurje, Shqipëria bëhet mundësia dhe Lëvizja Bashke Arlind Qorrit. Dua t'i komplementoj dhe t'i them që kjo është, mendoj, kapitulli i ri në historinë politike shqiptare, nëse ata do duan të marrin protagonizmin e opozitës. Është moment historik që ka një PD të shkërmoqur, të dërmuar dhe një Berish krejtësisht pa perspektivë për të garuar për kryeministër. Po këtë moment historik, a e shpërdoruan ata, nëse kemi parasysh, sepse gjithë këto grupimet e reja vetëm deri tani 3 mandate, 4 mandate kanë prodhuar. Sigurisht që ato nëse do të ishin bashkë, do të prodhonin minimalisht, në rastin më të keq 10-12 deputet. Shpresohet që mundësia të marrë 2 në Tiranë, që Shqipëria bëhet marrë 1 në Tiranë, 1 në Fier dhe 1 në Vlorë.
Për informacionet e fundit janë pa mundur. Informacionet e fundit janë që në Vlorë mund t'i afrohet, ka një prognozë të jashtëzakonshme. Vetëm një sekond. Në Vlorë, ja pra ta shikojmë tabelën, o Kreshnik, të lutem më ndiq. Të lutem, se kemi do ta ilustrojmë, a them Vlorë. Ja të shkojmë te Vlora. Vlorë, po shikoja, po. Po, kush mendon se nuk marr mandat? Shqipëria bëhet, po i afrohet mandatit, sepse ka një prognozë 12% të votës diasporës. Dhe tani janë hapur kutitë e diasporës për Vlorë. Kemi dhe diasporën. Nëse do të ecim atë ritëm në qytetin e Vlorës, do t'i afrohet pra, shumë edhe njerë për cilin subjekte Shqipëria bëhet. Pra është me 5.6%. Po, për 600 votash. Ta shikojmë se sa i duhet për ta marrë. Është brenda për 600 është shumë afër. Ja, duhet të më poshtë. Ja kusht 907 vota. I duhen 907 vota, Kreshnik. Nëse nuk rritet PS-ja. Dhe këtë mandat kujt ja merr? Këtë nuk di të them, po mendoj që ja merr PS-s. Ja ta shikojmë. Jo çojmë fillim fare. Ta shikojmë kujt ja marr i Parti Socialiste. Ja merr PD-s. Ja merr PD-s. Parti Socialiste që do mbas një mandat nga 8 që ka me këtë projekcionin deri tani, i duen 11.743. Pa mundur. Është totalisht e pa mundur. Marrit 9 i duhen nga 300 vota. Madje PS-ja në Vlorë mund të rritet sepse në qoftë se merr 1253 mandate, do në vota, shkon tek mandati 9. Asaj që ja merr PD-s, pra me 557. Mund ja marri PD-s nisma bashkë, pastaj ja merr PS-ja. Se kështu do funksionon. Vetëm ta mbaroj pak konkluzionin, Ilir. Shiko. Surpriza e këtyre zgjedhjeve është vota e diasporës. Askush nuk e ka pritur që të ketë një përqindje kaq të lartë e para pjesëmarrje dhe e dyta për partitë e reja. Duhet dim një gjë, që në shumë shtete, të paktën në rajonin ton apo në Ballkan, në Rumani, në Bullgari, përfshi dhe Kosovën, ndryshimet e pushtetit, rotacionet kanë ardhur nga vota e diasporës. Nëse partitë e reja, të cilat investuan dhe në fakt ato luajtën pak me një risk shumë të madh, sepse fushatat diaspora ato i bën pa u lejuar vota e diasporës dhe ndoshta mund t'ju kishte shkuar mundit dëm, po falë tyre dhe presionit tyre u bëja mundët diasporës dhe nëse ata e shndrojnë një lloj bastioni diasporë, mund të ndodhë që në zgjedhjet e ardhshme të 2029-s ja, Kreshnik, po e qojmë tek vota e diasporës dhe këto që po thua nuk janë dhe aq shifrat edhe i përgënjeshtrojnë, sepse diferenca, tu jemi me votat e diasporës. Partia Socialiste, tu jemi në gjithë Shqipërinë. Në çfarë qarku jemi? Jemi në gjithë Shqipërinë. Dhe nga votat e numëruara deri tani nga diaspora, Partia Socialiste ka marrë 15.242, që i bie 55.7%. Dhe është shifër më e lartë se sa votat që ka marrë Partia Socialiste në qendrat e votimit në Shqipëri. Po vazhdo të partitë e reja. Kemi Partinë Demokratike që ka marrë 7.715, 28.2%, ndërkohë kemi nismën Shqipëria bëhet me 2.259, 8.3%, mundësia 3%, bashk 2.3%, PSD 184 gjithsej vota deri tani do në Basha në diasporë, 0.7%. Po Ilir, po e di që tonë 8%, më 8.5 janë shumë. 8.5% është një shifër shumë e lartë. Në qoftë se rritet pjesëmarrja në zgjedhjet e ardhshme nga 250.000
shkojnë 500.000, në gjysmë milioni, 8% që është jashtëzakonisht i lartë në vota. Domethënë, në qoftë se kemi dhe një sistem të ri, domethënë, ajo çfarë të duhet të ndërpres dhe të bëjmë, pra ti je duke këmbgulur tek votat që ka marrë në diasporë nisma Shqipëria bëhet. Nisma Shqipëria bëhet. Dhe i mbajmë mend, ka marrë në diasporë 8.3%, ndërsa mundësia ka marrë 3%. Tani të shikojmë sa përqind kanë marrë këtu në rang vendi. Në rang vendi mundësia ka marrë 2.9 dhe nisma Shqipëria bëhet 3.7%. Pra Shqipëria bëhet më shumë se e ka dyfishuar. E ka më shumë se e ka dyfishuar. 230% më shumë se sa në Shqipëri. Po, mbyllë argumentin, të lutem. Pra, do të thoja që mund të ndodhë që zgjedhjet e ardhshme në 2029 mund të kemi absolutisht një panoramë të re, por vetëm me një kusht. Në qoftë se do të kemi një opozitë të re, pra të bashkuar, dhe nëse do të rivalizojnë denjësisht Partinë Demokratike, sepse kush do të lindi problemi? Problemi do të jetë se përsëri do të kemi duelin PD-PS, sepse sa do të keq ka dalë Partia Demokratike, prap keq i ka 50 deputet dhe është opozita kryesore parlamentare. 52% të saktë. Dhe Rama shumë interesuar ta mbaj me injeksione bufin përsëri në lojë që të ketë një dyshe Rama Berisha përsëri. Dhe çfarë ndodh? Kush do të jetë problemi kryesor? Problemi kryesor do të jetë se si do vi rotacioni politik. Rotacioni politik duhen 71 vota. Ai sjell dot një parti e re 71 mandate, pra 21%. 71 vota në parlament, po. Do i duhet bëj koalicion me Bufin pas 4 vjetësh që të krijoj pra me Berishën apo me Ramën, pra për të krijuar një qeveri të re. Pra, po mundohem të kem një optik të shoh shumë larg, por edhe një herë që të kthehemi tek rezultati, ajo çfarë se ka njerëz që thonë është surprizë. Unë nuk jam dakord me ty Ilir që është surprizë. Për një arsye, ne vim nga zgjedhjet lokale. Po surprizë pa thua për rezultatin e Partisë Socialiste. Po një parti që pasi ka mbyllur mandatin e saj të tretë. A do më dëgjosh më Ilir? Po të dëgjoj, po edhe ti më dëgjoj pak të lutem, do unë se jam duke drejtuar bisedën. Se ky është një argument që është tërë thënë. Nga 74... 12 vjetë në qeverie të zdi. O, Kreshtik, po më ndjek të lutem? Pra, nuk të duket rezultat surpriz nga 74... Po së duket, ma. Zbret në... Paskarën, pëse. Paskarën. Po ku është surpriza? Që surpriza ka? Ka marrë një PD, jam me sa shikoj. Pas 12 vjetë qeverisje do të rritet një parti? Baberamu ka vajtur 2 mundësia. Desha ka vajt në Tiranë, ka më shtypjen, ta shikojmë? Po. Shumë gjasa. Po, ta shikojmë Tiranën? Ja. Po, ka shkuar 5%, nuk është reflektuar. Jo, 19 nuk është updateuar. Nuk është updateuar tu te Tirana. Këtu i bie që e ka marrë, apo jo? 5% ka shkuar mundësia në Tiranë. Po me 5% duhet marrë mandat në dytë. Po pra, këtë jemi duke thënë do unë që... Ka marrë. Këtë jemi duke thënë. Deri tani të paktën po. Jo, e ka rikuperuar. E ka humbur prap. Pra jemi 82 sërish. Po, përfundoj, Kreshnik. Që ta përfundoj. Për dy arsye themelore, rezultati i sotëm nuk është surprizë. E para, sepse 2 vjetë më parë, rezultati në zgjedhjet lokale ka qenë më i thellë se ky. Partia Socialiste ka fituar nga 61 55 bashki. Ka fituar 90% Shqipërisë. Pra fitoria para 2 vjetësh e PS-s ishte më e thellë e para. E dyta, futja e partive të reja e ka shkërmoqur opozitën, sepse në zgjedhjet parlamentare, nëse nuk maksimalizon në funksion të sistemit elektoral, në një logo të gjitha partit, Partia Demokratike humbi shansin e bashkimit shqiptarëve dhe e bashkimit opozitar. E humbi leading rolin e drejtimit të opozitës. Dhe në këtë sens përfitoi Partia Socialiste për të thelluar rezultatin. Dhe këtu s'ka asnjë surprizë. E gjitha pritej,
Fakti, a ka 78, a është 81, personalisht mendoj që nuk ndryshon asgjë. Okej. Po. Jo, po, Për diskutim dua ta bëj me Spahiun, duke parë rezultatit e deri më tanishëm, unë besoj që partitë e reja do ta kenë shumë të vështirë mbijetesën, sepse duke parë numrat, duke parë shifrat, nuk shkojnë më shumë se 4 mandate ose 5 mandate. Pra, e kanë të pamundur të krijojnë një grup parlamentar. Do duhet të strehohen diku, ose dikush do t'i japi deputet borxh sa të krijojnë grupin parlamentar. Megjithëse unë besoj që ato do shkojnë drejt Partisë Demokratike dhe ky fuzion, mendoj unë, Spahiu, për ta bërë edhe ndoshta diskutim bashk, mund t'i zbej akoma dhe më shumë peshën. Dhe ndoshta mund të vijë drejt një zbeje totale në 2029, ndoshta mund të ketë një rritje, por nuk besoj që do kenë shumë protagonizëm nëse ato do fuzionohen me Partinë Demokratike dhe me shumë gjasa aty do shkojnë flas gjithmonë në grup parlamentar. Pra, ndoshta do duhet punojnë shumë jashtë kuvendit të Shqipërisë, pasi nuk do kenë shumë hapësirë për të faktorizuar brenda sallës të kuvendit. E theksoj deri tani, ato janë në 5 mandate. Nëse do t'i bashkohet Arlin Qoris, nëse zoti Qori nuk bashkohet me ta, siç ka deklaruar dhe më herët, i bie që t'jenë 4 deputet, pra të shkojnë tek Partia Demokratike për të strehuar në një ombrell të grupit parlamentar. po, Kreshnik? E para duhet pritur rezultati, domethënë se sa do të jetë numri. E dyta do të thoja që padyshim që vështirësitë aty do të jenë, por mendoj që e gjithë e veçanta e kuvendit do të jetë artikulimi dhe elaborimi që i bëjnë tezave politike liderët e ri politik dhe diferenca që ata bëjnë me fosilet e partive të vjetra. Pra, po ti shikosh këta lider politik, Arlin Qorin, Endri Shabanin, Agron Shehajn, Adriatik Lapaj, apo shikojmë nëse ka dhe Erald Kapri, nëse mundet që të hy, këta të 5 do bëjnë një diferencë dhe do janë një vlerë e shtuar më shumë se 50 deputetët e Partisë Demokratike, të cilët kanë ngelur akoma te Tritanit. Domethënë, kam përshtypjen që njerëzit gjithë fikin televizorin, domethënë e largohen nga lajmet kur dalin një pjesë e deputetëve xhaketave të vjetra Partisë Demokratike apo anonim të cilët mund të kenë 12 vjet në kuvend dhe nuk i njohin as me fytyra, si kanë dëgjuar asnjëherë të bëjnë fjalim. Mendoj që kualiteti i tyre do t'ju rrisi vlerën, pastaj mbetet për t'u parë, sepse historia ka treguar që kur Rama dhe Berisha ndjejnë rrezik, ata të çmontojnë politikisht dhe për hir të vërtetës, këto parti të reja kanë pas një lloj komoditeti, le të themi 24 orë kanë qenë në media, nuk kanë pas atë luftë politike e cila ka ndodhur më parë. Për shembull, le t'ju marr një faktun. Ende nuk ka një ankesë nga partitë e reja që t'ju marrë një votë. Kjo më përpara nuk ndodhte. Votat e partive të reja i merrnin komisionerët e PS-s dhe PT-s dhe i ndanin për llogaritë tyre. Domethënë, këtu mund të shahen zgjedhjen pafundësisht thuhen manipulime, dhe më e çuditshme është që për manipulim akuzon Berisha që ka komisioner dhe numërues. Pikërisht për këtë do ju pyes, se ne jemi gjatë gjithë kohës. Nuk ka ankesa nga Kreshnik, të lutem, nuk ka ankesa nga Endri, po. Po, jemi duke diskutuar vetëm për rezultatin, por ndërkohë jemi duke folur për një proces që njëra palë, partia kryesore, është duke e kontestuar. Ndërkohë sot patëm dhe një deklarat dhe një konferencë shtypi dhe një vlerësim para prak të zgjedhjeve të procesit elektoral. Mentor, e ndoqe konferencën e vëzhguesve ndërkombëtar? Ndoqja. Cilat ishin gjetjet e tyre dhe ato duken bindse apo jo? Dhe ai certifikuan zgjedhjet apo jo? Duhet kuptojmë një gjë që kur flitet për akuza, për manipulim nuk do të thotë që ngrisën fletat e votimit, se jemi në zgjedhjet e 96-s këtu, dhe as fshihen fletat e votimit. Numërimi i votave me apo pa komisioner është transparent, është publik, janë një tuf me njerëz që qëndrojnë sipër me kamera, me ekrane publike. Kur flitet për manipulim të zgjedhjeve, zgjedhjet tashmë manipulohen përpara se të bëhen zgjedhjet. Si? Dhe ajo që u theksua edhe në raportin e ndërkombëtarëve ishte pikërisht ajo që pretendon edhe opozita.
përdorimi i administratës dhe i infrastrukturës që posedon qeveria. Do të kujtojmë këtu që Partia Socialiste e kishte nisur fushatën që një vit më parë, sepse çdo aktivitet qeverisës ishte vënë në shërbim të fushatës. E ministra, drejtorë të lartë që lëviznin poshtë e lartë në ceremoni për urimi me makinat e institucioneve, me shpenzimet e institucioneve, në orar të punës dhe organizonin aktivitete elektorale vetëm se emrin se kishte fushat. Opozita pretendon që, dhe ne jemi dëshmitarë se si, në çdo në punës është angazhuar, kushtëzuar që të bëj lista me njerëzit e vetë brenda dhe jashtë vendit, t'i dorëzoj me numra kontakti, me adresa si votues, ndërkohë që kjo gjë ka ndodhur për shkak të marrëdhënies që kanë patur këto njerëz me administratën. Edhe kur flitet për manipulim apo diktim, orientim të procesit zgjedhor, flitet për këto lloj procese dhe nuk flitet për fshehje fletësh votimi gjatë procesit numërimit. Dhe kjo gjë u theksua edhe në raport. Raporti OSBE-s e saksonte përdorimin e administratës, gjë që krijoi një pabarazi, sipas raportit, në fushatën elektorale dhe në gjithë procesin zgjedhor. Kjo është ajo që unë lexova në këtë raport. Pastaj kishte edhe gjëra të tjera që lidheshin me këto incidentet jo Vora, jo Tirana, jo Ysberishti, por besoj që nga piketat që ata kanë vënë, ajo që mund të konsiderohet si më ndjeshmja dhe më me efekt, sepse edhe një sherr që ndodh atje ke qendra e votimit përtej atij imazhit të shëmtuar që ka që një grup njerëzish të fortë aty, bandit dhe një deputet që përpiqet të sillet më bandit se banditi, e prishin thjesht imazhin, por nuk është se ka një influencë, ka një ndikim në proces, në rezultatin e zgjedhjeve. Ndërsa interferimi i punës administratës më herët, padyshim që ne kemi parasysh se çfarë punë bëri qeveria, jo partia, qeveria me votën e emigrantëve dhe ja ku na del që rezultati i votës e emigrantëve është më i lartë se sa dhe vetë në mënyrë absolute dukshëm në... Si shpjegohet, ne thoshim domun që këta janë njerëz të lirë, këta nuk mundet, a duket domun që gjitha i pretendim... Këta janë njerëzit që janë kontaktuar. Dhe ndërkohë që Partia Socialiste kishte organizuar punën me emigrantës, sepse e dinte që do ta marrë vendimin për ta lejuar votën, opozita s'kishte iden fare se çfarë do bëhet me votën e emigrantëve. Ka qenë një gjë, kur thoshte Rama që ne jemi 5 hapa përpara, pikërisht këtë kishte parasysh, sepse ai kishte filluar punën me qoftë me zgjedhjet me votën brenda, qoftë me votën jashtë Shqipërisë. Okej. Flogert, i certifikuan apo rritën hodhën shumë njolla? Telegrafikisht do të them 3 lajmet që dha sot OSBE ODIR që janë tek qëndrimi para prak, le të themi, te raporti para prak. Lajmi i parë ishte certifikimi i zgjedhjeve. Ishin transparente, konkurruese dhe profesionale. Pik. Lajmi i dytë ishte një tagji, një lloj tagjie, një lloj argumenti për opozitën që ka ndodhur, nuk e diskutoj që nuk ka ndodhur, se kur s'ka ndodhur është pyetja, dhe nuk është mirë që ka ndodhur, sigurisht, nuk po e normalizoj, përdorimin e aseteve shtetërore në shërbim të Partisë Socialiste, në pushtet. Dhe lajmi i tretë, nëse do bënim 3 tituj, ishte një lloj justifikimi ose një lloj tagjie tjetër për partitë e reja. Pra thoshte zgjedhjet transparente, profesionale, konkurruese, por u përdor administrata nga mazhoranca dhe nga ana tjetër 2 partitë e mëdha kishin më shumë hapësirë media se partitë e vogla, duke bërë garën pa barabartë. Pra certifikoi zgjedhjet
dhe ju tha Partisë Demokratike dhe të vegjëlve, të rinjve, që okej, dhe ju keni gjysmë drejtë, po zgjedhjet quhen në llafe tjerë. I mshoj po ashtu punës Spakut, që tha punë e Spakut ka parandaluar e tjera me radhë, që tregon përmirësim të Më lejo të ndërpres, kemi rezultatin përfundimtar në Pogradec. Partia Socialiste... Thellë ishte Pogradeci. Partia Socialiste 14.178, Partia Demokratike 8.776, Shqipëria bëhet 1.349. Kemi në lidhje drejt për drejt korespondentin e qarku të Korçës, Armand Braun. Mirëmbrëma, sa ka që ka përfunduar votimin në Pogradec dhe kur përfundojnë rrethet e tjera në qarkun e bashkit e tjera në qarkun e Korçës? Telegrafisht të lutem. Në fakt, ka vetëm pak minuta që ka përfunduar votimin në KZZ numër 70 të qytetit Pogradecit. Në fakt, ka pasur një rezultat të tillë, 14.178 vota për Partinë Socialiste, për krah 8.776 për Partinë Demokratike, ndërsa Shqipëria bëhet ka është rreshtuar si forcë e tretë me 1.349. Në fakt, nëse bëjmë një kontekst me zgjedhjet e shkuara, zgjedhjet lokale do të theksojmë pothuajse jemi në të njëjtat norma. Gjithsesi të dyja subjektet kryesore politike kanë pasur një ulje, edhe Partia Socialiste, por edhe Partia Demokratike, që duket që është diktuar nga copëzimi i votës nga partitë e vogla. Në fakt, edhe në qarkun e Korçës, konkretisht në KZZ numër 74, që përfshin fshatrat e Korçës, bëhet që ka përfunduar aty prej disa orësh. Ngelemi rob të shifrave dhe të presjeve vjetore. Flasim për tendencë. Dim që Kolonja ka qenë dhe Maliqi kanë qenë bastione të Partisë Socialiste jetë e mot. Dim që Devolli ka qenë jetë e mot bastioni Partisë Demokratike. Pogradeci ka qenë aty. Aty, por më shumë ka anuar nga e djathta. Tani cila është trendi, cili është, apo gjithçka është bërë... Ma vi më rrafsh. Ma vi aty, komplet. Liqeni ka ma vi. Atëherë duhet të theksojmë që trendi në fakt ka qenë një trend rritës për Partinë Socialiste. Dhe kjo është parë dhe nga ajo që ju thatë, nga Devolli. Konkretisht Devolli vijon për të tretën palë zgjedhje që të fitohet nga të majtët. Kur them për të tretën palë zgjedhje, nuk kupton edhe zgjedhjet lokale. Gjë që ka humbur influencën Partia Demokratike në bastionin e saj më të sigurt, aty ku pritet që të ishte dhe rezultati më i lartë për këtë të fundit. Ndërsa për sa i përket tendencave të Kolonjës, vetë Maliqit, janë pothuajse të njëjtat pritshmëri, megjithse edhe sipas informacioneve që kanë pasur nga subjektet politike, ato pavarësisht edhe rezultatit lartë nuk janë kënaqur me atë rezultat që prisnin. Për hir të së drejtës. Ata prisnin një fitore akoma më të madhe, por siç duket, jo të gjitha ato votat që kishin projektuar kanë janë në kutinë e votimit, pra jo të gjitha ata kanë dalë të votojnë. Edhe në qytetin e Pogradecit pritet të jetë kjo njëjta situatë, megjithse gara më e madhe dhe ajo që pritet të trazoj ujëra të shpikërisht lista brenda llojit, e cila ka shkaktuar jo pak përplasje në qarkun e Korçës, në NZ apo edhe në opinionin publik. Gjithsesi, për këtë pjesë pritet që votat për vetë kandidatët pritet të numërohen nesër, do të mbyllen KZZ-t pasi të përfundojnë numërimi për subjektet politike dhe nesër por në konkur, më fal që ndërpres, në kohën kur janë hapur kutit e votimit, më dëgjot lutem, në kohën kur janë hapur kutit e votimit dhe janë numëruar votat për subjektet, është krijuar një lloj perceptimi për individët kush janë emrat më të votuar, si majtas dhe djathtas nga kandidatët që kanë kandiduar në qarkun e Korçës. Dhe kush kanë qenë me shifra më të ulta, nëse ke një perceptim, nëse jo, e mbyllim. Patjetër, ka një perceptim që vjen edhe nga strukturat në qarkun e Korçës për sa i përket Partisë Socialiste, nga meshkujt janë 3 emra shumë të përfolur. Bëhet fjalë për Bledi Çomon e Pogradecit, Ilirian Pendavinjin e Korçës dhe Arjan Jauplarin, që është njëkohësisht zëvendës ministër i bujqësisë. Në fakt, gara do të jetë midis të treve për 2 vende në dukje, nëse në qarkun e Korçës Partia Socialiste do të marrë 6 mandate, nëse do të marrë 7, pritet që të jenë të 3. Gjithsesi, pjesa ndërmjet garës, ndërmjet listës së grave në Partinë Socialiste, ekziston mundësia që të marrë të 7 në Korçë Partia Socialiste? Diasporës.
Jemi tek pritet që qarku i të ketë rezultatin e votës diasporës. Nëse do ketë një rezultat të votës diasporës për sa i përket kësaj situate, atëherë do të kemi edhe një rezultat të qartë, nëse do të marri qarkun e Korçës me 7 mandate ose jo. Ndërsa për sa i përket listës së grave, bëhet fjalë për Eni Zakin, që është deputete aktuale, po ashtu Vinjola Rotën dhe Besa Spaun, që është në kryetare e janë numëruar 357 nga 423 kuti votimi dhe i duen 5324 vota më shumë që të marrë mandatin e 7, Danis. Së është hapë Saracineska greke akoma. Doja ndoshta ka një probabilitet ta humbasi, po të ullët, duhet parë kush mund të marrë, po prapë. Dëgjoj. Okej, nga opozita, kush është emri më i votuar dhe ai më pak i votuar? Në fakt, sipas emrave më të votuar, do të qëndrojmë tek emrat e Kristi Koçibellit, Fidel Krekës, i cili ka qenë ndër emrat kryesore dhe në retorikën e Zotit Rama kur ka ardhur në Koç dhe më i cënuari politikisht nga ana e kryesocialistët, por nga ana tjetër do të kemi edhe një garë të dukshme ndërmjet Andrea Manos dhe Edmond Spaos. Pritet që njëri prej tyre në rastin më të mirë mund të qëndrojë në listë, ndërsa ndër emrat më të pak votuar janë emrat kryesisht të zonjave të cilat ndodhen në këtë listë. Kandidatja e Pogradesit të paktën në këto momente ka një numër shumë të ulët të votave në nivel qarku, gjë që është një element i papërfillshëm. Gjithsesi edhe kjo luftë duket që ka një luftë brylash ndërmjet elementeve, nuk dihet edhe vetë partnerët pra e PL-s të cilët janë në listë, nuk duket se kanë një rezultat mirë, pra një rezultat të cilin e prisnin dhe si Okej, të kthehemi tek ajo pretendimi që ti the don që ka Partia Socialiste për një mandat të 7 në qarkun e Korçës. Unë hapa projeksionin tani këtu, jemi tek qarku i Korçës dhe këtu janë votat e diasporës për qarkun e Korçës. Që mundet? Është 56.6%, 27.7% është PD-ja, 9.1 është Shqipëria bëhet, mundësia 2.5, bashk është 2.4, tjerat jo do me thënës. E pra? Po. Armand, përfundohet, lutem? Eksakt, pra, kjo është edhe një element, sepse kemi rreth 30% kutive, kemi 30% kutive që pritet të hapen, plus edhe një pjesë madhe të votës diasporës, që për hir të së drejtës Greqia duket sikur tradicionalisht ka votuar majtas, gjë që pritet t'japi një avantazh të dukshëm Partisë Socialiste dhe pse jo të pretendojë edhe për atë që do të konsiderojë si mandati 7 dhe objektivi i Niko Peleshit. Okej. Falenderoj. Falenderoj dhe mbetemi sërish në kontakt në transmetimet e tjera. Vota diasporës në Korçë besoj që do të jetë më përcaktuese për te Tiranës që ka numrin më të madh për shkak të popullsisë. Korça ka një emigracion në Greqi tradicional, po flasim të 30 vitet e fundit, të cilët historikisht kanë ardhur fizikisht për të votuar në Shqipëri, dhe si vjetë mund të kenë shfrytzuar aksesin e votës në distancë dhe kanë kursyer vetes atë torturën e rrugës edhe pritjes në kufi, kështu që së çudi që vota diasporës që do të jetë në shumicë absolute për Partinë Socialiste, kjo nuk diskutohet, por mund të çojë drejt thellimit të rezultatit. Por ka një gjë, vota diasporës, sidomos Greqia, është bllokuar nga opozita, procesi i numërimit. Jo e gjitha. Greqia është bllokuar. Gjithsesi do numërohet, aty është. Ndërsa pjesa tjetër po vjen normalisht, po duhet të kthejmë pak te gjetja. As bllokuar, se sot ka reaguar Celi Bashi që nesër pritet të ketë një qëndrim. Po, duhet të kthejmë pak të gjetjet e raportit të SB-Odirit. Disa gjetje që ka patur raporti kritikonin hapur 2 partit të mëdha. Kanë patur janë shmangur debatit, pra shmangje debatit, jo vetëm Partia Socialiste, por edhe Partia Demokratike sipas raportit të SB-Odirit. Në fakt, ne jemi të gjithë tu tani që marrim pjesë pothuajse çdo ditë nëpër debatet i prishi Partia Socialiste. Jam shumë dakord me këtë. Pastaj ishte Partia Demokratike që thoshte në qoftë se nuk vjen PS-ja, ne nuk dalim me partitë e reja. Unë po them për gjetjet e raportit. Po e qartë, po. Përveç kësaj, raporti thotë një element tjetër, të 2 liderët e partive të mëdha politike përdorin një gjuhë linçuese ndaj njëri tjetrit. Sepse unë dhe me raportin nuk jam dakord me pjesën që thotë
partitë e reja nuk kanë patur hapësirë mediatike, partitë e reja kanë patur shumë hapësirë mediatike. Vetëm te televizioni jonë, ti e di shumë mirë, kanë patur një hapësirë pafundme. Dhe pa u provuar në zgjedhje parlamentare, disa prej tyre, por gjithsesi, po e kaloj këtë pikë. Elementi tjetër ishte financimi i fushatës. Pra ishte shumë problematik financimi i fushatës, nuk është i përcaktuar qartë dhe dyshoj për financim jo të deklaruar, financim të pistë. Por kjo ishte për pothuajse të gjitha partitë politike. Një element që rrëzon deri diku një fabul që ka ngritur shumë opozita, ka të bëjë me shitblerjen e votës. Po të dëgjoje me shumë vëmendje raportuesit që ishin nga 6 vende të Bashkimit Evropian, e theksuan disa herë. Pati informacione për shitblerjen e vote, por nuk pati asnjë konstatim ne atje ku shkuam, nuk pam, po thjesht pati nga biseda që zhvilluan me njerëz të ndryshëm. Pra, disa perceptimi e ngritur edhe në biseda që ata kanë diskutuar me njerëz të ndryshëm. Dhe kjo nuk më duket normale ndoshta në metodologjinë që përdoret, sepse ka dhe një tjetër element që duhet theksuar. U tha që mediat kanë autocensurë e të tjerë. Pra ishte gjetja e raportet. Kur përfundoi konferenca për shtyp, një nga raportuesi tha, po habitem, tha. Nuk që ka kaq autocensurë nga gazetarët, ka shumë kritika ndaj nesh, tha. E pyetje shumë kritike, tha. Pra u habit dhe ajo vetë që nuk i rezultonte pyetje që kishe zhvilluar me, ose biseda kishe zhvilluar me pjesë të gazetarëve, redaktorëve të tjerë, nuk i rezultoi në praktik. Pra kjo është një tjetër element që... Flogert dhe mentor një koment të fundit para se t'ju falenderoj. Po, çështjen e medias... Se theksoi mentor autocensurën. Dhe pastaj tha, po nuk që nga autocensurë, tha. Po tani më falë, si e ke shkuar në raport kur s'është? Ajo lidhej më shumë me mbulimin e fushatës. Sepse është bërë traditë, dikur, kur ishte Fatosmani... Kasetat e gatshme, ajo është donë... Sëmundja e jonë e në televizione e prej 20 vjetësh. Që ndihnin në takim. Dhe filloi historia kasetave, pastaj që i prodhonin vetë, tani nuk bëhet fjalë që gazetarët shkojnë në një takim elektoral. Apo jo? Vetë i filmojnë, vetë i montojnë, vetë i shpërndajnë. Ka humbur kontakti i gazetarit me terrenin për të pasqyruar atë që përbën interes për publikun kur zhvillohet një takim elektoral, por vetë zyrat e shtypit të partive presin, qethin dhe prodhojnë atë që intereson vetëm në drejtim të PR-it. Dhe distanca e medias me publikun në këtë rast lidhet besoj me mënyrën e mbulimit të fushatës. Të shtunën, filloi shpërndarja e materialeve zgjedhore, media shpërtheu në lidhje direkte në çdo qytet të mundshëm. Gjatë gjithë fushatës, asnjë media nuk raportoi në mënyrë të paanshme. Okej. Elementë të rëndësishëm janë gjithë pa diskutim, por elementët kyç që kanë të bëjnë me zgjedhjet janë duke filluar nga ndikimi i krimit në to, që raporti e vlerëson pozitiv punën e SPAK-ut e tjera me radhë. Por nuk e thot që ka patur, thjesht kishte njerëz të dyshim ka parandaluar SPAK-u ka parandaluar. Por them që gjithsesi ata nuk thonë që ka patur sepse është pretendimi i opozitës. Nuk ka patur pra thonë kundërtën. Nuk ka patur sepse është parandaluar. Pra në këtë kuptim, ata që në krye të herës kur thonë konkurrueshmëri, transparencë, profesionalizëm, aty mbyllet debati. Pastaj ata burokratët do shkruajnë dhe nga këto tjera tore, se dhe ata do marrin rrogën se po dolëm mirë në Babaramo, ata që të ngelen pa punë o burit. Se janë burokratë ata duan, ai raporti gjetja për partitë e reja për mua nuk qëndron. Më falë, merr raportin e Odirit. Jo kudo. Pjesë më të madhe e ka patur. Merr raportin e Odirit në Greqi, të fundit. Ka këtë historinë e shitblerjes votës, se dhe u arrestuan ata, dolën e më thet tash. Pra, janë fenomene që nuk janë normale, nuk duhen normalizuar, nuk duhen relativizuar. Bëjnë edhe filma, thotë zonja Spiropali. Kur të kesh zonja Spiropali, bëni në i selfie me këtë, por e kam fjalën që a është ky thelbi që po pretendohet që një rezultat i tillë është kthyer nga kjo histori? Një dhe e dyta, mirë më mirë, e drama, me leke, me presione, me çfarë dushti, pas ka majt atë 28% e vetë.
ku diun, 74 mandat, 52%. Nuk ka mbajtur 48%. Është rrit pra, është rrit. Ka shkuar nga 74 mandate në 82 dhe është rritur 3.66%. Bravo, tani mirë, Rama me ato që thot opozita është rrit 3.6%. Do rritet 6 në gjithë diasporën. Ore, po 12.5%, kush ja ka heqë opozitës? A ka në i faj kjo që bie nga 26.3 në 34? Apo e ka fajnë Rama dhe që bie në ata, që si beso njëri? Do më thënë, e shofin të tjetëri dhe shumë mirë bëjnë që e thonë, shumë dakord jam unë, po ti thua gjë, ky na ka vjedh, po unë me këtë rezultat, që jam 12.5% larg Lulzim Bashës, ja ku i keni teshat, po marr shoferin dhe po iki shpitën, nuk po vi më në Seli. Kjo është historia tani. Se ngeli kjo historia, jo po më ka vjedh ai. Po më të ka vjedh ai, dakord. Po ti në raport me veten, nuk flasin fare. Dhe kjo është historia që këtu pastaj legjitimohet çdo gjë duke qenë e delegitimuar. Pra, këtu kanë rënë dakord, mos jenë dakord. Këta kodin kush e ka bërë? E dini kush e ka bërë? Të gjitha ndryshimet në kod që janë kohën sot këta, i ka quar dhe propozuar Oert Bylykbashi. Damian Gjiknuri ka shtangur kur ka parë propozimet e opozitës. Ka shtangur, nuk e ka pritur. Për cilin propozim? Po propozimin që nuk t'jenë 12 qarqe dhe jo 4, si që kishtë rënë dakord partia e Lulit me Ramën. 1. E dyta me mbylljen e listave. Kishtë rënë dakord që të shkon të pragu të 5-6 mishja, këta bën këtë që bën me mbylljen e listave. Dhe Gjiknuri nuk ka bërë as i telefon Ramës ta pyesë ore si t'ja bëjmë për këtë, sepse ishte një dhurat që nuk e... Në fakt, ndarja e Shqipërisë nga 12 në 4 qarqe favorizon partitë e reja. Nuk ka rëndësi, po në çdo rast a i shërben, e kam me mentorin, a i shërben demokracisë në thojza sa do pak që të fillon të ngushtohet kjo 12 në 4? Është më mirë, shkojnë më pak votat dëm, përfaqësohen më mirë njerëzit, shifrat thonë që po. Demokraci do të thotë që votat të përkthehen në mandate. Eksakt pra. Dhe parlamentarizmi tjetë sa më gjithëpërfshirës. Okej. Mentor, falenderoj Flogert. Një hapësirë fare të shkurtër publicitare dhe do transmetimit të drejt për drejt do t'i bashkohet kolegu Denis Minga. Publicitet.